Nevojitën veç të dhënat personale që nënshkrimi të pranohet. Përmes kësaj platforme online tash e një muaj qytetarët mund të nënshkruajnë peticionin kombëtar në mbështetje të krerëve të ushtrisë qlirimtare në Hag. Më shumë për numrin e nënshkrimeve që u mbledhen nga shkurti foli nën kryetari OVL-UÇK-s Fatmir Sopi. Deri më tani në bazë të informacioneve që kemi nga tereni janë bërë rreth 100.000 nënshkrime. Prej tyre 28.000 janë online, ndërsa pjesa tjetër janë në mënyrë fizike. Sopi tregoi edhe hapa tjerë që do të ndërmerren për të kundërshtuar vendimet e speciales për katërshën e UÇK-s në Hag. Ndërsa për hapat të tjerë që keni pyetur për hapat të tjerë të cilët do t'i ndërmarrim ne si organizatë e veteranëve, kjo varet krejtësisht nga situata dhe zhvillimet që do të jenë në gjykatën speciale. Por a mund të ketë ndikim ky peticion në vendimarrjen e trupit gjykues? Ky si mjet i presionit dhe indikimit dhe i deklarimit të një qëndrimi të një grupi caktuar të interesave apo të shoqërisë mundet me pas një ndikim formal, simbolik, politik, por jo edhe ndikim ligjor, për arsye se ky nuk është mjet i cili mundet me ndërhyj në zhvillimin e procesit i cili tashmë është në fund. Bytyqi tha se gjithë procesi i gjykimit ka pasur shkelje të drejtave themelore të njeriut. Ka qenë i përcjellur me shkelje të drejtave themelore të panderën procedurë, pastaj me shkelje të drejtave tjera si të paraburgosur, që janë intimidu, janë cënu, janë kufizu në format të ndryshme dhe të komunikimit. Dorëzimi në shkrimeve të peticionit kombëtar në gjykatën speciale në Hag planifikohet të bëhet në fillim të muajit maj.